Një peshkatar zuri një peshk aq të madh, sa kur e futi në bark, ajo pothuajse u fundos. Me shumë mundim, ai e nxorri peshkun nga uji dhe e vendosi mbi shpinën e gomarit. Gomari ecste drejt shtëpisë me këmbë që i dridheshin, duke mbajtur atë peshk të rënd me gjithë forcën që i kishte mbetur. Kur mbërritën, peshkatari e përqafoi gomarin dhe i tha me mirënjohje: "Pa ty, kur nuk do ta sillja dot në shtëpi këtë peshk kaq të madh. Vërtet je i fortë." Të nesërmen ai hipi mbi gomar bashkë me gruan dhe djalin e tij. Të tre shijuan një shëtitje të qetë nëpër kodra. Kur u kthye në shtëpi, burri e përqafoi sërish: "Na dhuron gjithmonë momente kaq të bukura. Padyshim, ti je miku im më i mirë." Ditën e tretë, burri shkoi të mblidhte dru për të gatuar peshkun gjigant. Me që peshku ishte shumë i madh, i duheshin plot dru, por barra u bë tepër e rëndë. Gomari mezi po ecte nga pesha e madhe. Teksa po kalonin mbi një urë të improvizuar mbi lum, këmbët e gomarit nuk mbajtën më dhe ai ra në ujë. Të gjitha drut u lagën dhe rrjedha e lumit i mori me vete. Këtë herë, burri nuk e përqafoi gomarin, nuk tha asnjë fjalë të mirë. Gjatë rënjes, gomari kishte thyer njërën këmbë. Gruaja e pyeti me kujdes: "A nuk do t'ja mjekosh plagën?" Burri u përgjigj me zemërim. Shpresoi që kjo kafshë pa dobishme të ngorth, mi prishi të gjitha drut. Kur erdhi koha për ta ushqyer, gomari e gjeti grazhdin bosh. Burri nuk kishte lënë asnjë gjë për të ngrënë. Atë natë, gomari dëgjoi zhurmën e një llopate që po hapte tokën. U afrua ngadalë dhe dëgjoi burrin teksa i përshpëriste gruas: "Do ta varros këtu, nuk më duhet më." Gomari u uli veshët, përkuli kokën, u kthye dhe u largua për gjithmonë. Jeta shpesh është kështu. Mund t'ju bësh njerëzve 1000 të mira dhe ata të falenderojnë për të gjitha, por ditën që gabon vetëm një herë, ato 1000 të mira harrohen me një herë dhe njerëzve ju mbetet në mendje vetëm ai gabimi vetëm. Shpërndaje, shumë njerëz kanë nevojë të hapin syt. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni!